Mjekët japin urdhër, konsumoni kastraveca turshi nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Për faktin se kastravecat janë të mirë për hidratimin, ka edhe disa arsye të tjera pse duhet i konsumoni ato më shpesh. Ullumtimet kanë treguar se lëngu i kastravecave mundet të ulë nivelin e presionit të lartë të gjakut. Për të reduktuar rrezikun e diabetit të tipit 2, ekspertët këshillojnë konsumin e ushqimeve me indeks të ulët glicemik, ku përfshihen këtu edhe kastravecat, indeksi të cilëve është më i vogël se 15. Ndërkaq, kastravecat turshi mund të konsumohen gjithashtu edhe nëse jeni të stresuar, sepse këto do të ndikojnë në mënyrë preventive kundër zhvillimit të thaktit të lukthit, mbrojtjen e lukthit, por edhe ndihmojnë në persona të cilët janë të sëmurë nga diabeti tipi 2. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sepse stabilizojnë gjithashtu nivelin e hemoglobinës, proteinave të qelizave të gjakut dhe të zorëve, të cilat transportojnë gjithashtu edhe oksigjenin. Kastravecat konsiderohen si një nga perimet e 4 në botë, por nga sasia e kultivuar dhe njihet si një nga ushqimet më të mira për shëndetin e përgjithshëm të njeriut. Ekziston një dallim i madh në mes të turshive të përgatitura në kushte shtëpie dhe atyre të përgatitura në treg. Në turshit industriale janë të pranishme sulfate si konservues dhe të vegjëlit me astmë mund të shkaktojnë vështirësi në frymëmarrje. Në turshit industriale ka shumë uthull, kështu që mund të shkaktojë edhe më shumë probleme. Prandaj ekspertët vazhdimisht këshillojnë në konsumin e turshive të përgatitura vetë në kushte shtëpie në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre unike dhe të parandaloni një sër komplikacionesh. Konsumi i kastravecave turshi është një nga zgjidhjet më të mira që mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë më vlera të rëndësishme për përditshmërinë. Kastravecat janë një nga dhuratat më të mrekullueshme të natyrës. Ky frut gjithashtu është shumë i rëndësishëm për ushqyerjen tuaj. Utilizohet si frut sipas ekspertëve për shkak edhe të mënyrës së kultivimit të tij. Gjithashtu kastraveci konsiderohet frut sepse vjen nga një lule që përmban farat e bimës. Ekspertët të cilëve u referohemi kanë listuar përfitimet që vijnë në organizëm duke ngrënë kastraveca turshi vazhdimisht në dietën tuaj. Ekspertët thonë se njeriu merr rreth 40% të dozës ditore nga kastravecat turshi, sidomos të lëngjeve të nevojshme për mbrojtjen e organizmit. 95% e kastravecave është ujë, ndaj duke ngrënë ato edhe në formën e turshive sigurisht që do t'japin rezultate fantastike për shëndetin tuaj. Ngrënia e kastravecave turshi çdo ditë do t'jap trupit tuaj një sër elementësh pozitiv për organizmin. Përveç faktit se kastravecat janë të mirë për hidratim, ka dhe disa arsye të tjera pse duhet i konsumoni më shpesh ato dhe vazhdimisht në dietën tuaj. Ullumtimet kanë treguar se lëngu i kastravecave turshi mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut. Për të reduktuar rrezikun e diabetit të tipit 2, ekspertët këshillojnë në konsumin e ushqimeve me indeks të ulët glicemik, duke përfshirë këtu edhe kastravecat, indeksi të cilëve është nën 15. Ekspertët e cilësojnë në kastravecin turshi si një nga zgjidhjet më të mira për shëndetin tuaj. Konsumi i tyre të formave të ndryshme çdo ditë mund t'i japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të stinës. Të gjithë ata që i dashurojnë turshit nuk e kanë problem të zhyten në një kavanoz të tillë me kastraveca të kripur dhe plot me shije. Megjithatë, duhet thënë se nuk janë vetëm turshit që i bëjnë mirë trupit të njeriut, por janë gjithashtu edhe ushqimet e fermentuara. Ju me siguri po pyesni veten se si kastraveca turshi mund të bëhen kaq të mirë për jetën tuaj dhe gjithashtu, shpjegimi për faktet se mund të gjenden në një numër studime relativesh edhe të përfitimeve kryesore që do të merrni nga konsumi i tyre. Në një studim të kryer në ullumtimet e Universitetit McMaster në Ontario të Kanadas, u gjetën prova të forta që bakteriet që jetojnë në sistemin tonë të tretjes janë më të lidhura drejt për së drejti me kiminë dhe sjelljen tonë të trurit. Kjo do të thotë se triliona bakterie mund të kenë efekte të dukshme në shëndet dhe gjithashtu në mirëqenien tonë mendore. Për më tepër,
Studiuesit e kolegjik William dhe Mary zbuluan se të rinj që hëngrën një dietë të pasur me ushqime të fermentuara, të tilla si kastraveca turshi, lakra turshi e të tjera, përjetonin nivele më të ulta të ankthit se ata që nuk hanin ushqime të fermentuara. Gjetjet e këtyre dy studimeve mund të lidhen më pas me ushqimet të fermentuara të cilat janë burimi kryesor i probiotikëve, të cilët mund të ndihmojnë edhe në stimulimin e rritjes së bakterieve të shëndetshme dhe të dobishme për zorët tona. Kjo do të thotë se kastraveca turshi dhe lloje të tjera të ushqimeve të fermentuara mund të bëjnë mrekulli në balancimin e bakterieve të mira edhe në disponim të gjitha gjendjeve mendore, pasi tani e dimë që shëndeti i zorëve është i lidhur drejt për së drejti edhe me shëndetin tuaj të përgjithshëm mendor. Duke ngrënë më shumë ushqime të fermentuara në dietën tuaj, ju mund të rrisni pozitivisht shëndetin tuaj mendor dhe të përmirësoni gjithashtu edhe jetën tuaj shoqërore. Ulëntimi mbi ushqimet e fermentuara në vazhdim dhe shkencëtarët po shohin mënyrat alternative për të përmirësuar dietën tuaj me kombinimin e këtyre produkteve. Përfshirja e turshive në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike edhe në nxitjen e organizmit. Por nëse nuk e konsumoni dot turshin për shkak të përmbajtjes së gripës, mund ta konsumoni kastravecin e freskët ashtu siç është dhe vlerat që do t'japë organizmit tuaj do ta bëjnë atë në një nga produktet më të çmuara për mbrojtjen e shëndetit. Kastravecët janë një nga produktet më të pasura dhe më të freskët për gatim. Freskia e tyre nuk është e vetmja arsye pse duhet i konsumoni ato vazhdimisht në dietën tuaj. Sipas të dhënave, kastravecët përmbajnë fiber, proteina, kalcium, kalium, si dhe vitaminën A, vitaminën B12, vitaminën B6, gjithashtu edhe vitaminën D. Një nga përfitimet më madhore të kastravecave që ofron organizmit është stabiliteti ndaj kolesterolit. Për më tepër, kastravecët forcojnë imunitetin dhe kanë aftësi të jashtëzakonshme në uljen e niveleve të tensionit të lartë të gjakut. Përqendrimi i lartë i ujit të kastraveci e bën atë një aleat të dobishëm kundër problemeve të dehidratimit. Në këtë video do të mësoni më shumë arsye se çfarë do të ndodhë me shëndetin tuaj nëse konsumoni kastraveca turshi. Kastraveca turshi janë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin, por edhe kombinimi i tyre në formën e freskët do të jetë një mburojë e çmuar për shëndetin tuaj, sidomos në stabilizimin e luhatjeve të niveleve të tensionit të lartë. Përmbajtja e vitaminave dhe e fibrave të kastraveca turshie bëjnë atë tepër të mirë dhe të dobishëm edhe për ata persona të cilët kanë vështirësi edhe nga tensioni i lartë i gjakut. Ndaj përfshirja e tyre në dietën e rregullt sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar për shëndetin tuaj. Ekspertët këshillojnë konsumin e kastravecave në mënyrë të rregullt për të marrë vlera dhe për të mbajtur larg edhe komplikacionet. Ndonjëherë nënvlerësojmë gjërat që na ndihmojnë shumë. Këtu bëhet fjala edhe për lëngun e kastravecave turshi. Në videot tona të mëparshme kemi treguar disa nga avantazhet kryesore të kastravecave dhe turshive të ndryshme të përgatitura në kushte shtëpie. Kastraveca turshi përmbajnë mjaft ujë dhe minerale, më së shumti kalium, magnez, gjithashtu edhe mangan. Andaj janë të shkëlqyera edhe për hidratim edhe për detoksifikimin e organizmit. Gjithashtu, turshit e shijshme kanë fuqi të rregullojnë shtypjen e gjakut dhe të përmirësojnë ndjeshëm edhe metabolizmin tuaj, citonel të saj. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një alternativë shumë e çmuar. Ato janë të shkëlqyera në nxjerrjen e të gjitha materieve të dëmshme nga organizmi, por gjithashtu janë edhe një thesar i vitaminës A, fibrave silicit mjaft të rëndësishme për shëndetin tuaj të përgjithshëm si dhe atë të lëkurës. Gjithmonë e më shumë lëngu i kastravecave turshi plus edhe vetitë e tij të ndryshme ushqyese do të bëjnë ndryshime rrënjësore për dietën tuaj. Konsumi i lëngut të turshive do të ndihmojë kundër dehidratimit. Nëse jeni të etur, pini pak lëng kastraveci turshi të përgatitur vetë në kushte shtëpie. Kështu do ta mbani hidratimin e trupit nën kontroll. Nëse merreni me sporte, lëngu i turshive gjithashtu është shumë i rëndësishëm. Ai përmban edhe antioksidantë dhe për më tepër ndihmon në eliminimin e kriprave të tepërta. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.